Shkolla fillore Bedrie Lezaga në Katërkoll kremtoi ditën e shkollës. Ky moment është një simbol i rritjes, mësimit dhe përkushtimit të gjithë komunitetit shkollor, nga nxënësit edhe mësuesit, deri tek prindërit që gjithmonë e mbështesin arsimin. Çdo momenti i kremtimit të ditës së shkollës është një festë. Çdo fjalë dhe çdo akt është një shprehje e dashurisë për arsimin dhe vlerat që ai përcjell. Pas intonimit të himnit të Malit të Zi dhe të Atij të Shqipërisë, festa u hap me vargjet e mësuesës së nderuar, zonjës Syme Kokaj, të cilat i interpretojnë nxënësja Riada Draga, një akt që na kujton historinë dhe trashëgiminë e madhe të arsimit shqip në këtë shkollë. Jam këtu, në këtë vend, ku ka le edhe gjyshi jem, dhe stërgjyshi gjysh mas gjyshi në këtë vend, në anë të malit, duke ja lënë trashëgim djalit, dhe dëgjo ti që vjen pas, nëse do këtë gur edhe prindërit tuj ku kajnë le, duaje edhe ruaje. Historin e shkrua njeriu, mos të vuajmë për shkak të saj, të provojmë sa jemi taft, t'i dalim çdo gjëje në ballë. Me mend të flasim e të punojmë, të ardhmen mos ta turprojmë, se një fjalë e urtë thot, çdo gjuhë peshon kryet e vet. Dorën shtrije mos ngurro, për të fal e për të dhënë, se të gjitha ke për t'i gjetur në gjellën që ke për të ngrënë. Faleminderit. Të nderuar prindër, nxënës e mësimdhënës, të nderuar dhe ju të pranishëm, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në festën tonë, në këtë datë të shënuar për shkollën tonë, ku të gjithë gëzojmë e festojmë, e nga zemra një zëri urojmë, gëzuar ditën e shkollës. E hapëm këtë mbrëmje me vargjet e veteranës së arsimit, ish mësimdhënëse së gjuhës shqipe të kësaj shkolle, zonja Syme Kokaj, të cilat i interpretojnë nxënësja e klasës së 6, Riada Draga. Nxënësit e shkollës sonë, së bashku me mësimdhënësit, kanë përgatitur një program të begat me këngë, valë, recitime e aktrime. Të pranishmeve ju drejtua drejtori i shkollës Mustaf Bardhi, i cili uroi të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit për sukseset e deritanishme dhe i frymëzoi për të arritur më shumë. Jemi mbledhur këtu për të festuar një nga ditët më të rëndësishme të komunitetit tonë arsimor, ditën e shkollës Bedrie Lezaga. Një ditë kjo që nuk është thjesht një datë në kalendar, por një simbol i krenarisë sonë, i përkushtimit dhe i përpjekjeve të përbashkëta për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur për gjeneratat që vinë. Në këtë ditë të veçantë, le të kthejmë syt pas për të kujtuar rrugtimin e gjatë e të ndritur të shkollës sonë, që nga themellimi i saj, shkolla jonë ka qenë vatër e dijes dhe edukimit, një shtëpi e dytë për shumë breza nxënësish, me përkushtim e mësimdhënësve tanë, me ndihmën e prindërve, me vullnetin e vetë nxënësve, ne kemi ndërtuar një mjedis kur çdo fëmijë ka mundësi të rritet, të mësoj dhe të formohet si qytetar i denj i shoqërisë sonë. Në këtë vit shkollor, ne kemi përjetuar sfida të mëdha, kemi punuar fort, por edhe kemi arritur suksese për të krenuar. Rezultatet e nxënësve tanë në garat lokale dhe kombëtare, përfshirjen e projekte edukative, rritja bashkëpunimit me shkollat e tjera janë dëshmi e përkushtimit që ne të gjithë kemi përcilësi në arsim. Po përveç rezultateve, ajo që na bën më krenar është shpirti i bashkëpunimit, solidaritetit dhe dashurisë për dijen që mbizotron në çdo klasë të kësaj shkolle. Kjo është një frymë që duam ta kultivojmë, një shkollë ku nxënësit ndihen të sigurt, të respektuar dhe të motivuar për të ndjekur ëndrat e tyre. Të dashur nxënës, ju jeni arsyeja pse ne jemi këtu. Ju jeni pasuria më e madhe që ka vendi ynë. Kur mos e nënvlerësoni fuqinë e dijes
të mirësjelljes dhe të përkushtimit. Bëhuni kurreshtar, pyesni, sfidoni, mësoni çdo ditë se vetëm kështu do të jeni të lirë dhe të aftë të ndërtoni të ardhmen që dëshironi. Të nderuar koleg, ju falenderoj me përzemërsi për të gjithë mundin tuaj të përditshëm. Puna juaj është e pazavendësueshme dhe ka ndikim të thellë në formimin e brezave. Të jeni krenar për çdo hap që bëni për të qëndruar pranë nxënësve tanë. Të dashur prindër dhe bashkëpunëtor, faleminderit për besimin dhe për krahjen tuaj. Vetëm përmes bashkëpunimit tonë të ngushtë mund të arrijmë rezultate të qëndrueshme dhe të vlefshme për të gjithë. Në fund, dua të them se shkolla Bedriele Zaga është më shumë se një institucion arsimor. Ajo është një familje e madhe, një komunitet që rritet dhe zhvillohet bashkë. Le ta ruajmë këtë frymë, le të përpiqemi që çdo vit të bëjmë edhe më mirë, edhe të jemi me frymëdhënës. Gëzuar ditën e shkollës për të gjithë, rënov dia, rënov përparimi. Faleminderit. Pjesë e këtij festimi të bukur ishin interpretimet e shumë numrave artistik të përgatitur me kujdes dhe pasion nga nxënësit dhe mësuesit. Çdo këngë, valle dhe poezi që u prezantua gjatë këtij eventi është një dëshmi angazhimit të madh dhe talentit të jashtëzakonshëm të nxënësve të kësaj shkolle. Nxënësit nga klasa e parë deri tek e nënta, ashtu dhe kori i shkollës, treguan talentin e tyre të shumtë, me valle tradicionale e moderne, poezi të ndjera, këngë e aktrime, të cilat e bën këtë mbrëmje të paharrueshme. Synin se kam zamara, kur kalon ti rrugës time dhe më bën shëmbele, mi fal jetës ka qëllësime jeta shnia vet. Ky marak ku i shkret, nuk malen zemrën të qet. Dashurin që kam për ty, nuk e noj për ta dy sy. Ky marak ku i shkret, nuk malen zemrën të qet. Dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për ta dy sy. Dashurin që kam për ty,
fjalë. Kopshte dal që të shëtis, endëm parku të qytetit, me lutulja të ujis, vetëm s'qanë pritën zetit. Endëm në përbot, kur ja vite një gjarim, sigur me thot pajdo fidane, do të mashtonin hiashin. Kam qelluar zemër but, për fidane kam kujdes, ato s'flasin, por do zoq, si të rojnë për shdo mëngjes. Mora çantën time, në shkollë për me shkuar, shokët dhe shoqët më presin mua, u afrova afër për të biseduar, erdhën të gjithën më përqafuan. Mora çantën time, në shkollë për me shkuar, shokët dhe shoqët më presin mua, u afrova afër për të biseduar, erdhën të gjithën më përqafuan. Hey, ju në mësim, se nuk keni shkuar, sot është një qershori, ti pas ke harruar. Një, dy, tre. E jani, këndoni me ne, një qershorin ta festojmë, kjo është fest për ne. E jani fëmin, në këngën e valle, sot është një qershori, dita jone madhe. Dobrota, biti dobar nije loše. Radosti ćeš kuću sviti, u njoj ima dobro čoše. Baš je dobar biti. Ko cvjetovi kroz živote, dobrota se tebi nude. Ne znaš šta ćeš od ljepote, srećeš samo dobre ljude. U čovjeku dobrom nekom, dobrota je našla stan. Stanuje u srcu mekom, dobar je ko dobar dan. Dobrota je poput kiše, s njom ćeš sreću dohvatiti. Dobar ko hljeb, pa i više, baš je dobar biti. Stička me do, halka me do, shumë më pëlqen gjimnastika. Stička me do, halka me do, shumë më pëlqen edhe muzika. Bobi më thot, mos u lodh kot, hiç s'ka më mirë se gjimnastika. Bobi më thot, mos u lodh kot, dihet e para është muzika. Nina i ka pushim, veç me këngë me gëzim. Hajde me gënjet, hajde me tuhan, dim diri diri dam, diri diri dam. Hop Nina i ka pushim, veç me këngë me gëzim. Hajde me gënjet, hajde me tuhan, dim diri diri dam, diri diri dam. I ke ngrit, këtu mësuam alfabetin, ku ëmbël folëm shqip. E ruajtëm këtë gjuhë të ëmbël, e të çmuar si dy sy të pandar, ku botën kanë shikuar. Në të kaluarën, në kohën më të vështirë, na vedi të rinë o shkolla më e mirë. Sot është dita jote që ne po e festojmë, veç ti më e mira e bukur shkolla jonë. Këtu filluam hapat, familjen e dytë krijuam, për çdo ditë që erdhëm, ne nga ty mësuam, gëzuar ditën e shkollës, të uroj shëndet, mbarësi dhe shumë dashuri. Jam ende vogël, ndoshta s'di, ti është e fjale si kam dëshirë, një thuf me lule ta përgatit, mësues të rrashu për
të di. Jam ende vogël, ndoshta s'di, ti është e vjellë si të mbreshti, jo thit me lule ta përgati, mos se dashë për këtë dit, jo thit me lule ta përgati, mos se dashë për këtë dit. Ashtu si qështë, duaje plotësisht, pa pretendime, duaje kur të duan, apo kur të urrejnë, duaje kur askush nuk të kupton, apo kur të kuptojnë të gjithë, duaje kur të gjithë të braktisin, apo kur në qiell të ngrenë si mbret, duaje kur të vjellin gjithçka, apo kur të dhurojnë, duaje kur ka kuptim, apo kur ngjan se nuk ka një fije. Duaje në lumturi të plot, apo në vetminë absolute. Duaje kur je i fort, apo kur ndjesh i pafuqishëm. Duaje kur ke frikë, apo kur ke një mal guximi. Duaje jo vetëm për kënaqësi të mëdha e suksese të mrekullueshme. Duaje edhe për gëzimet e vogla. Duaje edhe pse nuk t'jep çka mundet. Duaje edhe pse nuk është si çdo ta dëshiroje. Duaje sa herë që lindesh, e sa herë që je duke vdekur. Por mos duaj kurrë pa dashuri. Kur për shkak të moshës nuk do të mundesh të vraposh. Ec shpejt. Kur nuk do të mundesh më të ecësh shpejt, vetëm ec. Kur nuk do të mundesh më të ecësh, përdor shkopin, por kurrë mos u ndal. Faleminderit. Take it on.
shkëlqyera e ju hije në agim. O lum, i vendlindjes sime, këndo këngën e mbëlsim. Mirë me ngjesi davandyshe, e të djellë që ma ndjek natën. Në përfusha ka hire bletët, me gëzim këndojnë kantatët. Mirë me ngjesi qetë buburecash, me të pridh me aq plerim. Në largësi diku dëgjohet një farë këngë plot gjadhërim. Mirë me ngjesi fëmi gjomash, ju flutëra laramane, sa i hon kjo këngë e madhe, prej luginash derin stane. Mirë me ngjesi them botës, botës sot në mugodhim, derdhët kënga në poem derdhët, shpirtim, faleminderit. Më pëlqen të qëndroj gjatë, ka mësime apo s'kam, nuk kam, rigjerbon në Instagram, më shëmami telefon, sot në tyra po të fton, aty ashtë kalora këto, i rapo në sezon, më shëmami telefon, sot në tyra po të fton, aty ashtë kalora këto, i rapo në sezon. Mami, papi, kam në lejnë, qëtë në dogo në lejnë, Instagram, TikTok, Snapchat, të qëndrojnë e sa më pak, një të shkëm ku bëhet artë, të rapojnë të nuajnë jashtë, të në mësojnë e të përdi, nga paria kemi fri. Lumba e skifter, e di se mbi tok ka ujq edhe dele, ka pasanik e kam zdathun me zhele. Por këtë se kuptoj, pse në tokë sundon dhuna, forca shtazore, jo mendja, jo puna. Se ma dashuni si lan kërkun vend, a thue se njerëzit janë gjithë të pamend. S'pat bota njerëz të mençëm, pat, po si s'pat, por o kjene të plakun, o të vorfën pa fat. Prandaj unë e due atë andrën e mirë, që njerëzit dikur me hir o pa hir, dorëzojnë e përmbysin kultin e dhunës, instiktet shtazore të mënisë e furtunës, dhe në vendin e tyne do vehet mirësia, mendja njerëzore, zemra e dashunia. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, Tamina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, this time for Africa.
Vjeç. As shumë i vogël sa të qaj për lodra, e as aqiritur sa të mërzitën për faturat elektrike. Jeta një 13 vjeçari fillon kështu. Të qohem në mëngjes me një zë që thot, qo se të bovon për shkollë. Qohem e arri në shkollë. Po, fizikisht arri në shkollë, ama mendërisht jam ende në gjumë duke ndëruar. Arri në shkollë, e kam frikë se mos me bullizojnë e talin nga gjendja ime fizike. Po pse, qpuni prish diku që shëndetim? E di, jam i shëndosh. Por, unë nuk dua nesër të shkoj në paratën time të partë të modës. Nuk dua as të je model, por modest. Si 13 vjeçar, kam frikë të nxjerr një foto me familje në rrjetet sociale, se mos përballem aty me një nga ato fjalët që kam dëgjuar shpesh. Ky budallaj prap një foto me familje. Mbaroj një rutinë në shkollë, e kthehem në shtëpi ku gjej familjen time të dashur që përsërisin 10 herë të njëjtat pyetje. A ke detyra? Dhe pyetjen e famshme, çfarë note morë sot? Dhe unë, dhe ju, kemi frikë të gjithë të themi 4. A thua se mos ajo 4 do të jetë problemi në karrierën tonë? Jo, duke para ato që po jetojmë në ditët e sotme, që treshat, dyshat, nishat, madje ato që erdhen edhe në gush për provime, sot të gjithë janë kryeministra, ministra, drejtora, madje njëshi provimit të gushtit, sot është doktor. Po kaloj tek një temë tjetër. Një temë që i prek të gjithë moshatarët e mi. Mos sot, nesër, mor kur të bëni me vëllezër e motra, të gjithë do ju prek kjo temë. Prindrit mendojnë se unë duke mbajtur fëmijë tani, mund ta kem si një mësim për jetë. Jo, a keni dëgjuar ju që fëmija të rris fëmin? A është të shkruar në ndonjë libër a defter? Çfarë do qoftë ai? Jo, as nuk shkruhet e as nuk lexohet. Unë nuk jam baba, nën, gjysh as gjyshe. Mundohem të jem një vëllai dem për motrën time. Dhe nuk jam as dembel, as perfekt, as kryeneq. Jam 13 vjeçar. Dhe kur ti dëgjoni këto fjalë, mos i dëgjoni thjesht si fjalë të një fëmije, e të përsërisni frazën që e kam dëgjuar shpesh. Ky është 13 vjeçar, i ka hyrë vetja në qef, adoleshent. Jo, to janë fjalë të një shpirti të lodhur, të rritur në presion. Jo, unë nuk jam një trup për të matur e tallur nga ju. Nuk jam as robot për notat e larta, madje, as eksperiment për edukat me forcë. Jam një fëmijë që rritet në një botë që shpeshe nuk e do ashtu si që është. Jam një shpirt i lirë që kërkon një vend ku të ndihet i sigurt, pa patur frikë nga komente që lëndojnë më shumë se çgrushtat. Jo, unë sot nuk kërkoj duartërkitjen tuaj, kërkoj thjesht të mos më shkaktoni dhimbje. Dhimbje që nuk një moshe më shkatron. Pasi një fjalë mire juaja mund të më rris, ama një fjalë hidhur që del nga goja juaj mund të më thyej, të më zhduk për jetë të jetës.
kam harruar thelbin. Ti je si deti, je I madh, I pa kufi, por pa thellësi bëhesh I rrezikshëm, kurse unë jam si një pus si thellë. Ndoshta jam e ngushtë në sipërfaqe, por në thellësitë e ti gjen çdo herë ujë të pastër. Atëherë më mëso të thellohem, më mëso të mbaj peshë, jo vetëm shpejtësi. Po tani të lutem, me kupto. Unë nuk dua të të zëvendësoj, por dua të bashkëjetoj me ty, sepse mund t'je më e madhe se kur në duart e tua, por nëse më ruan me kujdes. Le të mos jemi zgjedhje, le të jemi bashk. Unë të jap krahët, ndërsa ti më jep drejtimin. Në fjalën e shkruar, gjeta shpirtin tim. Në ekranin që ndriçonte, gjeta dritën e ditës. Të dy ne udhëheqim, jo njëri kundër tjetrit, por bashk në rrugën e dijes së vërtetë. Në këtë mbrëmje, siç tradicionalisht, u shpërblyen edhe nxënësit më të mirë, së pari ata të cilët fituan mirënjohje nga kompeticioni Talenti im, dhe gjithashtu u ndan mirënjohje për nxënësit e shkëlqyer. Me ditën e shkollës, atëherë më pa humbur kohë, do ftoj në skenë nxënësit të cilën morën pjesë tek Talenti im, me kategorinë këndim, vendi I parë Ilmira Deda. Nëjzëme, vaj foto? Falemderit. Atëherën për kategorinë recitim, vendi I parë Erina Niković. Okej. Urime se më suksesa. Atëherë për kategorinë recitim, vendi I dytë Riada Draga. Suksesa. Njësoj në kategorinë recitim, Adenisa Kurti në vendin e tretë. Suksesa zemër. Atëherë në kategorinë art, Aidisa Osmani merr vendin e parë. Në kategorinë art, Blerona Zeneli merr vendin e dytë. Suksesa. Në kategorinë art, Rejana Zeneli merr vendin e tretë. Suksesa. Dhe Ajla Salović në vendin e katërt, kategoria art. Atëherë në kategorinë e aktrimit, vendin e parë e merr Arens Avdiu. Suksesa. Në kategorinë aktrim, vendi I dytë Bora Kurti. Ka. Dhe Xhenana Bayraktari. Në kategorinë sport, Arlinda Gjeloshi, Uzer Sela dhe Arjanita Sukalić. Kesh për të shpi? Foto? Mirë mbrëma dhe urime ditën e shkollës. Urime. Klasa parë. Art Ceka, Sejt Gjoni, Enor Gjoni, Haris Majari, Lior Sela, Umejsa Suma, Armin Zeneli, Joni Sela, Yasin Demiri, Nasuf Gjeloshi, Alma Bardhi, Anaur Osmanović, Aurora Kurti, Erdi Ujkashi,
Isa Leshević, Rinor Kovaci, Aria Sinani, Neira Sinani, Nejana Dibra, Alea Duraković, Eliana Palević, Erin Nasradinović, Etret Nasradini, Zahra Duraku, Erinda Ismaili. Klasa 2, Ajan Gjonović, Andi Gjoni, Arsa Ceka, Enes Luka, Enes Salaj, Yamin Holi, Leandra Reja, Sabri Suma, Armin Niković, Eldin Ramović, Agon Kurti, Ariona Kurti, Lisa Zaga, Jetmir Tuca, Siar Hoxha, Ajan Dibra, Daris Hajdarević, Liana Duraković, Medon Reja, Blerina Hoti, Riyad Demiri, Renis Demiri. Klasa 3, Amelia Salaj, Amra Zeneli, Altit Leshi, Ela Ceka, Elif Selović, Hana Suma, Yara Imeri, Jona Palević, Riana Perović, Esra Velić, Andi Ismaili, Ajan Velić, Genat Shabani, Arbnor Sulović, Adea Kurti, Behlul Gjeloshi, Lea Zaga, Samira Kurti, Zerina Kurti, Rajana Hoxha, Kenza Nikaj, Mendim Velić, Aldi Mehmedović. Klasa 4, Alea Gjoni, Armin Aloshi, Brejdina Reja, Eldjar Muçaj, Erona Gjoni, Henor Suma, Kenin Holi, Merhana Aslani, Ronor Hoxhić, Rinesa Osmani, Dren Bejta, Rinor Dabović, Egzon Mehmedović. Klasa 5, Albina Djeković, Albert Selimi, Derina Koković, Edin Alović, Roni Luka, Rumesa Perović, Dardan Ujkashi, Liza Janković, Leon Gjeloshi, Rion Kurti, Amelia Ismaili, Diyar Çobaj, Azra Tagani, Rejhan Taipi, Ajra Velić. Urime të gjithë nxënësve. Ndërsa nxënësit e klasës 6 ndër më të mirët janë Rion Muçaj, Elidon Nela, Erina Ujkashi, Rejana Zeneli, Erina Niković, Amin Hajdarović, Humiera Duraku. Nxënësit e klasës 7 janë Amela Duraku, Liana Hoxha, Amra Deda, Adis Kasneci, Diona Ceka, Sadete Shaba, Arnes Avjo, Edon Shaba, Bora Kurti, Sara Kurti. Gjenana Bajraktari, Aidisa Osmani, Amra Tagani, Ariana Dabi. Ndërsa nxënësit e klasës 8 ndër më të mirët janë Beisa Sulejmani, Rinor Kurti, Arisa Velić, Mirvan Taganović. Mirënjohje të veçanta u ndan edhe për gjysmëmaturantët, të cilët kanë arritur suksese të mëdha, ndërsa 7 prej tyre janë edhe fitues të diplomës Luça. Mirëmbrëma të gjithëve. Kam nderë dhe kënaqësi që sonte të ndaj dhuratat, lavdatat për nxënësit më të mirë të kësaj gjenerate. Do të filloj nga paralelja e 91. Klasa 91, Rinesa Ceka, e ftoj në skenë. Merë dhe librën, Rinesa? Ja bon një foto. Eriona Alaj. Eriona.
Anes Sara. Edhe libri? Libri mere. Suksese. Që vesh foto. Prit të bom një foto. Nga Paralelia Anon 2, Fiona Avdiu. Fiona, Rime. Eldar Velic. Suksese. Daris Gjeloshi. Nga klasa 93, Vesa Jahaj. Rea Ceka. Sara Suka. Anesa Islami. Ilda Mehani. Suela Reggia. Dhe Rinda Nika. Nga kjo gjenerat, nga 13 nxënës të shkëlqyer gjatë 9 viteve kanë treguar 7 nxënës sukses shembullor dhe ato do të shpërblehen me diplomat të Luçës. Dhe ato janë në paralelen e 91 është Rinesa Ceka dhe Eriona Araj. Ndërsa në paralelen e 93 Vesa Jahaj, Rea Ceka, Sara Suka, Anesa Islami dhe Suela Reggia. Diplomat e Luçës do të merren me diftesën e klasës së 9. Të gjithë nxënësve ju dëshiroj suksese në shkollimin e më të tjershëm. I ftoj 2 kujdestarët e paraleles 91 Mirsad Nasradinin dhe 92 Medina Cura që të bëjmë një foto me nxënësit më të mirë të kësaj gjenerate. Në këtë ditë të shkollës, çdo fjalë thënë dhe çdo interpretim i dhënë na kujton rëndësinë e përpjekjeve të përbashkëta për një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë. Ky është një moment i madh i bashkimit, një festë e arritjeve, e pasionit dhe e shpresës për një të ardhme më të ndritur.